Jenë gjallë, jenë ma gjallë se jetë gjallë, dhe të tjetojnë sot këtë shqiptarë mi këtu. I është smet, Krasiti, Lama! Krenaria e Pegasit Internacional Albania. Ka satisfakcion shumë në matë të bëjë. Farinderit, shumë farinderit. Tani do sjellemi nga piktorët më të mëdhenj të kombit shqiptar. Ai operon në Holland. Ne kemi përgatitur për të në program, por nuk është fajin të shtim, një material shumë të zgjeruar që ta nxjerrim. Por, nga interneti, ne do të japim disa portrete të tjera. Ka zhvilluar ai një botë. Poezitë e tjera ka shkuar me piktorët e tjera ka kaluar një botë. Ka bërë me 200 ca ekspozita të ndryshme në botë. Vjen nga Holanda, Shevket Altrush Elini, të cilit ne japim çmimi i karrierës për veprimtari jetësore në artin e pikturës. Zoti Shevket Elini, piktor holand. Motivacioni, piktor në nivelet të larta, mjeshtër në artin e pelenatimit, konkurent në ekspozimin e punimeve shumë planshe dhe në shkëmbimin universal të vlerave të artit. Do të japë zonjës Magna të japi çmimin. Shëndet, po njëllësisht, këtu ai ka ardhur nga Hollanda bashkë me bashkëshorten e tija dhe me djalin e tija. Luftoj në një këtu. Luftoj që të vini këtu. Shumë për vizje, ai që nuk dëron, jashtë. Desha të kërkoj kodje, syza që kam fiku, por kam problemi. Ju përshëndet gjithë, respekt për gjithë. Se jenë një kurim që para 30 sa vjetë. Dhe me këtë dhënë kontributja zakonshëm dhe në publikimin e veprimtarive të Pegasit në gjithë botë. Faleminderit më të Shërbete